Përshëndetje zonja dhe zontri, ndjekës të podcastit për më mëdhen. Si që dëgjuat, kjo përshëndetje shkon vetëm për zonjat dhe zotrin. Pra, dy gjini, mashkull dhe femër. Kurse ju që jeni gjini e tret, e katërt, ndoshta dhe e pes, ose ju që identifikoheni si mace, qenushat vegjël ose kuti vezësh, për ju nuk ka ndaj përshëndetje dhe kush ka ankesë për këtë mund të më takoje personalisht, duke më sjellur certifikatat personale ose ndoshta dhe familjar, se mund të jeni dhe si familje kuti vezësh, dhe të bëjmë njohjen zyrtare. Atëherë pa humbur kohë do të kalojmë tek i ftuari, është Oresti Berberi. Faktikisht, unë do them një përshkrim timin për të para se ai ta përshkruaj vetën dhe të klasi për veten, është një djalë 19 vjeçar, ka 4 denoncime publike në emrin e tij, 10 protesta publike dhe 13 përballje televizive në emrin e tij, pa llogarit pastaj çfarë janë protesta ose përballje televizive tek, si të thosh, në emër të PD-s ose Orest, si e? Unë shumë mirë, edhe kohët e fundit jemi mbajmë të fortë çuna të rinj. Qa pret? Shiko, ke pas lëkundje këto kohë, ke pas shumë qarkullim në rrjet. Qa bëhet? Po, dinamika dhe e ngjarjeve, situatave, dinamika e momentit dhe gjithashtu edhe ndjesia, nuhatja instikti politik i një të riu. Domethënë gjëra që lëvizin bën shumë zhurmë, po në fakt do të kenë një përfundim edhe një qëllim të saktë. Orest, pash kishe edhe në Facebook diçka dhe përfundimi i postimit ishte mirupafshim. Çfarë do të thotë kjo mirupafshim? Mos është ndaj largimi joti nga politika apo? Shiko, të angazhohesh politikisht dhe sidomos në një parti politike në Shqipëri është shumë e vështirë, padyshim duke marrë parasysh që ke të bësh me shqiptar. Nëse do të kishim qenë në një vend ndryshe, do të kishte qenë shumë ndryshe situata. Ai postim ishte një postim, një mirupafshim i larguar dhe i distancuar nga veprimet dhe monotonia e vjetër e një politike e cila nuk ka ndryshuar thuajse as pak, megjithëse ka ndryshuar aparent, në thelb ka qenë po e njëjta. Ajo mirupafshim ka qenë në bazë të gjithë sulmeve personale dhe atyre që unë kam arritur të përballem aty brenda, një lloj diçka që unë kam pritur një mbështetje, ndërkohë që kam marrë një diçka tjetër në këmbim, kam pritur një lloj respekti dhe kam marrë diçka tjetër në këmbim, pa diskutim jo nga të gjithë, por duke parë situatën dhe duke parë atë që unë jepja dhe nuk merrja atë që meritoja, nuk e bëja për të marrë. Pra, i gjithë thelbi është që e jep diçka për të kontribuar, po minimumi është respekti dhe nëse dikë nuk e njeh, minimumi mos flit. Super i qartë. Atëherë, para se të pyes diçka për këtë që sapo the, do doja të pyesja diçka tjetër dhe të rikalojmë këtu. Si nisi rrugtimi yt te Partia Demokratike? Pra çat shtyu që të merresh me. Edhe pse për shembull tek Partia Demokratike dhe jo tek ADR apo Fuskot, që është një parti që nuk e di a e njihni të gjithë ju që e shihni, është Aleanca Demokracia e mos gaboj? Shiko. Edhe nuk është reklam kjo, nuk është sponsor, është thjesht. Shiko, familja ime nga IMM janë familje që vinë nga një rrjedh e të përsekutuarish e të përndjekurish politik. Edhe gjithashtu gjyshet e gjyshja kanë qenë edhe të përdjekur politik edhe nga gjyshja ime edhe nga gjyshi, pa diskutim rrjedha e familjes time, ka qenë gjithmonë njerëz me bindje të djatha dhe ajo që vlen për të theksuar është që në 45 vite komunizëm asnjë nga anëtarët e familjes time nuk e ka pasur tesërin e partisë punës, pra asnjë nuk ka qenë antar i partisë punës. Dhe një nga arsyet që kam zgjedhur Partinë Demokratike është që i mat e nisi një rrugë, por që e la për gjysmë. Edhe si thon, çdo fis e ka nga një si thon më të mirën e tyre, unë do mundohem që të përfaqësoj më të mirën e fisit tim, si nga ana e mamas dhe si nga ana e babait. Pra çdo gjë lidha ime me Partinë Demokratike tani më me qenë se është partia, i vetmi formacion serioz politik i djathtë, është një nga arsyet që janë bërë pjesë e saj. Partia Demokratike, qartë. Do të kaloj tek përgjigja që më dhe para kësaj. Për shembull, nëse do të kishe në dorë Partinë Demokratike, çfarë do ndryshoj aty? Si do veprojë, domethënë, çfarë do ishin ndryshimet e para ose postet e reja ose ku dëgjon? Nuk ka nevojë të jesh kryetari i një force politike për ta ndryshuar atë. Mjafton që thjesht të kontribosh në ndryshimin e saj dhe të jesh një element i fortë dhe një element funksional brenda asaj dhe të kesh pa diskutim kontribute për të dhënë
ndryshimet brenda saj, se çfarë do ndryshoja ka shumë për të ndryshuar. Po në rast për shembull se që ka ndryshim sa vjen diskutim as unë, po Ka diskutim garat brenda Partisë Demokratike janë lufta brenda llojit. lufta brenda llojit. Lufta brenda llojit në atë parti është e pa barabartë. Të flasim me realitetin, nuk ka garë të barabartë brenda forcës kuadrore, edhe padyshim do të kishte meritokraci gare dhe votat do të ishin reale dhe jo me kuti të mbushura. Jo me vota të vjedhura, a? Jo vota vjedha, vota të sajuara. Pra jo, domethënë garë reale pa vota të sajuara dhe vota të shtuara nga hiçi. Okej, tek PD-ja morën vesh, po të kishe në dorë zëm Shqipërinë. Gjithë rrjedhshmërinë e gjërave në Shqipëri ose Ka një me që se podcastet dalin pa nga formaliteti. Me shqiptarë që vështirë të merresh valla. Atë të kesh, do të jesh shumë, do të kesh i duruar, do të kesh i maturit të madhe që të merresh me shqiptarët. Me shqiptarët është e vështirë. Erdhi në Shqipëri ka ardhur një princ gjerman pas shpalljes pavarësisë dhe hiku. Hiku se nuk merret dot me shqiptarët, e kupton? Pra kur një gjerman nuk merret dot me shqiptarët, do të merret një shqiptar që do të gjejë mendjen të gjithë, po më kujtohet një interpretim i Agim Dorçit, nuk e maj mend tamam, po ka qenë dy fjalë mbar popullit me thon deshta. Ma zor mlidhen dy shqiptarë se sa bëhet i thes me pleshta. e ke normal mama që ka përmend këtë. Po. Është, më kjo ishte perla që mund t'i përmbledhësh gjithë situatën se ku ndodhet Shqipëria. Dhe një nga problemet kryesore që Shqipëria ka janë vetë shqiptarët. Dhe Jemi armiku vetvetes do të thosh. armiku e vetvetes. Apo ne shqiptarët kemi gangren që Shumë jemi kafsh më burr, jemi kafsh. jo më kafsh. Nuk mund të them kafsh, po nuk dum njëri tjetër më. Jemi gati ta hajemi si qend me njëri tjetrin vetëm se pse të bëhet ai, pse s'jam unë, pse iku ky, pse duam ta shohim, jemi egocentrist mos si popull, jemi egocentrist. Shkatrojmë të tjerë duke ngrit vetveten. Kuptoj. Po për shembull mbas 5 vitesh e zem ose mbas 10 vitesh, ku do ta shifje veten politik? Si do ishte posti jot? Po, domethënë do të jesh në mendim, si thosh, që ti mendon se do bëhet. Larg pamës. Po, bravo. Shko, aktualisht jam në një farë momenti ku kam kaluar të pjesën e aktivizmit të një njeriu të pafajshëm që shkon aty pa e ditur situatën se ku ndodhet me atë çiltërsinë e vet. Tani jam në një fazë, pavarësisht se kam kaluar shumë shpejt disa faza në politikë, në një fazë ku arrit kuptoj deri diku kam krijuar një instinkt politik, flasim. Nuk jam politikan i mirëfillt, jam një njeri i angazhuar politikisht që kam krijuar një lloj instinkti. Por gjithmonë i gabuar mund të ketë edhe luhatit e tij, por mbas 10 vitesh pa diskutim për të mos fluturuar, si thon shqiptarët, mendoj se do të bëj të pamundur që të përfaqësoj popullin tim në nivelet më të larta. Pra deri diku do të thosh që ke qëllimin të jesh kryeminist. Kryeministër jo, se është shumë gjë e madhe, po përfaqësojmë në nivele të larta. Gjithmonë nuk i di. Po shumë herët 10 vite për të qenë në atë pozicioni. Super i qartë. Po për shembull, a ke pas ndonjëherë gjatë kësaj karrierës tënde politike, le të themi, deri tani a ke pas ndonjëherë favor politik nga partitë rivale? Po. Ke pas, a? Pa diskutim se shiko, politika është si kërkesë oferta. Pra sot arsye pse jemi ku jemi këtu se ka kërkesë ofertë brenda politikës, pra nga ngatru biznesin me politikën. Edhe normalisht kur je brenda politikës do kesh ato ofrimet, ato favoret. Ka rastet ata që rrin brenda një partie, po bashkëpunojnë me partinë tjetër, po prapë nuk e nxjerrin në pa, duke shitur njëri tjetrin. Po si i ri, jam munduar që të kem bindjen dhe idealin e pastër për të mos ta përzier me favore, mos ta përzier për ta shitur, të mos marr shembullin më të keq që janë dhënë politikën ku jemi sot. Për të qenë njëri mbi të gjitha të duash Shqipërinë, të duash shqiptarët dhe në fund fare pastaj partinë. Partia është një vegël për të përmirësuar ose përkeqësuar gjendjen e Shqipërisë. Orest, na emër, mund t'japësh? Nëse s'mund ta japësh, të kuptoj, por që sa për favoret politike, kush kanë qenë partitë që mund të kenë ofruar? Pa emra konkret. Po nga partia kryesore po partia socialiste, nuk po them që më kanë ofruar të bëj ministër, se nuk. Jo, ministër. Po favorin si atë angazhimin tim politik mos ta shtrin Partinë Demokratike, po ta shtrin atë. Mos kanë tentuar të infiltrojnë brenda Partisë Demokratike. A kanë tentuar si gjë? Mos ma thuj këtë
se kohët e fundit me këto kritikat që po i bëj Partisë Demokratike më kanë shpallur shërbëtor të Ramës, që kështu aman. Sa e bukur ishte. Enda kritika, vetëm këtë mos ma thuj se do më shpallin pasaj armik të Armik i popullit. grupi organizuar Oktapodi. Na fini që për këtë grupin, se e kam dëgjuar shumë shpesh të ditë. Ç'është ky grupi? Po, kjo Oktapodi. Po, ky grupi domethënë. Cili më i drejt për drejt? Grupi Salianit, ç'a bëhet? Sa një grupi është një lëvizje e cila kërkon që të zgjoj në një farë mënyrë Partinë Demokratike dhe kërkon që të zgjoj strukturat e saj, në të cilat ato për momentalisht që flasim janë totalisht në gjumë. I pyetje kafenesh fare, kështu pyetje burrash fare se na në kamerë. Kur mendon ti që Partia Demokratike do ta marr fronin, edhe kush është elementi kryesor që si thosh duhet hikin nga Partia Demokratike edhe si thosh të i marrin fronin. Unë kam menje, por nuk e di a duhet ta themi sepse mund të bëj. Po thua tjetra po jo Berisha. Troç. E vërtet është. Kjo është spektakël fare. Nëse do të vazhdojmë në këtë gjendje, nëse Partia Demokratike do të jetë në këtë gjendje strukturash, në këtë gjendje stabiliteti politik të brendshëm, të garantoj që 2027 dhe 2029 është e humbur. Si garë. 2027, 2029 është e humbur. Nëse do të ketë ndryshime, nëse do të ketë reflektim nga këta deputet, nga këta të zgjedhur, nga këto struktura, nga ky kryetar i kësaj partie. Nëse do të ketë një reflektim dhe thot, një sekond, ndalojmë këtu. Kemi ecur, jemi opozit, jemi forca e dytë më e madhe në vend, kemi një numër të konsiderueshëm votash dhe mbështetësh. A jemi në rrugën e dur? Nëse po, hajde vazhdojmë rrim edhe 10 vjet tjera opozit, 20 vjet. S'është problem. Deputetët rrogën e marrin, kryetar, po nuk është ky qëllimi. Qëllimi është të vinë pushtet. Dhe çfarë kërkojnë njerëzit? Qytetarët për të votuar një parti politike. Figura të reja. Jo figura të reja në moshë, jo çuna të rinj në moshë, figura intelektuale të reja. Profesor, doktor, njerëz me kontribute në shoqëri, njerëz mediatik, pse jo, që do t'i japin Partisë Demokratike, pra t'jenë një katapult brenda Partisë Demokratike, për të ndryshuar më pas Shqipërinë për të qenë një forcë qeverisë reale. Po nëse ne vazhdojmë me po të njëjtit njerëz që kanë marrë 1 milion shuplaka në 2013, po të garantoj unë që jo 10, 20, po 30 vite janë pak. Do të thonë as fëmijët tanë besoj ta shijojnë fitoren e opozitës. Autokracia brenda një pushteti ku jemi sot i intereson stabilokracia. Që thot një opozit që do të rrinë opozit dhe një pushtet që nuk ngopet duke marrë pushtet. Dhe bën të pamundër që opozita të rrinë opozit dhe mos të kërkoj pushtet. Pra është, domethënë, kushdo, unë si demokrat dua që PD-ja të jetë në pushtet që nesër. E dua që nesër, edhe të njëjtat figura sikur të jenë, e dua të jetë që nesër, po qytetarët nuk besojnë. Dhe para se ti i kërkosh, a mendon që kanë faj për shembull qytetarë që s'besojnë? Shiko, narrativa mbas zgjedhjeve të 11 majit, narrativa e Partisë Demokratike ka qenë qytetarët e kanë fajin që s'votuan, domethënë del një qytetar të dorë s'ka muj, vetë ke fajin se vetë i votove, i thon. Po prit mo. Qytetarët po prishin shpinën, vetë ke fajin se vetë i votove, i thon. Po prit mo ku vete. Domethënë qytetarët dorë s'kam rrugë, vetë ke fajin thosë se vetë votove. Po pse po të ishe ti do të bëj që muajin e parë? S'ka shans. Pra duhet të kesh një qartësi, domethënë komunikimi me popullin, me bazën. Është humbur filli me bazën. Shiko, përmende votat, a mendon që janë shit votat? A mendon, tash sa mund të jenë shit, se që janë shitur se vetë diskutim edhe, më fal, ju që shisni votat, ato motrat i shisni ju, apo ke mendim, i shesin, ose familjarët e tyre, Shiko, ta marrim një prizëm tjetër përveç kësaj, një popull që e ka rrogën 450.000 lekë vjetra në muaj. Çfarë pretendon ti të bëj? Një popull që nuk e mbyll dot fundin e muajit kur i ofrojnë 200.000 lekë, çfarë pretendon ti të bëj? M'fal, ai që e shet votën në radh parë mendon për familjen e tij, edhe për fëmijën, një sekond, se çfarë do të japi buk. Politikani ka rrogën 4 milion lekë vjetra në muaj vlla. Dhe prap thot nuk më del rroga. Ndërkohë ai ka 400.000 lekë i thot pse e shet votën ti për 200 euro? Ora seriozisht e ke? Ora jepi një alternativë më të mirë që të besoj ty. Ti nuk e bind dot.
Pra një politikan që nuk bind dot një popull nuk është politikan. Është debil, do të thosh. Nëse ti nuk e bind një njerit mos e shesi votën, ti ke dështuar si politikan. Ore do t'i vjedhin më burë, është në pushtet. Është normale që një pushtetar të vjedhi në Shqipëri, sepse është bërë metodë pune. Dhe duke u bërë metodë pune në Shqipëri, gjitha qeverit kanë vjedhur, përfshirë edhe atë të Partisë Demokratike. Po për votat e diasporës, ç'a mendon? Po votat e diasporës, përderisa e pranuan që të vinin votat, e pranuan që të vinin votat me post, kuptoje vetë situatën se ku do të ishte. Po ti jem unë një simpatizant i PD-s, ti jem postier, e ke parasysh vetë se ç'a mund të bëj me një votë, e kupton? Ky është, po thelbi ku flasim sot është që politikanët ja hedhin fajin popullit, e keni fajin ju thotë që s'ta votonin ne. Po kush je ti që do të votoj? Ç'a i ke ofruar? I ke ofruar ti besim. Jo. Po përderisa si ofron besim atëherë ke dështuar në misionin e politikanit për ta bërë atë të bindur që të votoj ty. Po për shembull këto për votat, si thosh, për shitjen e votave. A mendon për shembull që duhet të ketë një ligj që kush kapet me shitje votash? Ora që të respektohet apo se Shqipëri jena tash këtu nuk, po që të jetë strikt si thosh, që kush kapet edhe lidhet, domethënë edhe vesh ajo meme në TikTok, kapet një. Është reforma zgjedhore që Partia Demokratike ka marrë pjesë të vit. Dhe në gjithë to zgjedhjet e fundit, refreni ka qenë ishte kryetari Lulzim Basha. I vodhi. Erdhë Sali Berisha tha nuk kam më tha justifikim në votën. Marrën zgjedhjet, i vodhi. Po pritë. Ke kriju një mekanizëm që ta mbrosh vjedhjen e votës. Jo, ne kemi luftë me regjimin, patjetër. Po duhet kriju një mekanizëm i fortë i mbrojtjes votës. Ligjërisht, juridikisht, po edhe në terren. Ti shkruaj ligje sa duash, ti po nuk ishte ditën e zgjedhjeve ti kapësh ata që blejnë vota, shakot. Qëse policinë e ke në dorë të pushtetit dhe nuk ndikon që policia të jetë e depolitizuar, atëherë ti ke dështu. Ti mos prit që drejtorin e përgjithshëm ta zgjedh kryeministri. Po kjo është pavarësi institucionale. Këtu nuk ka pavarësi institucionale. Opozita nuk e kërkon pavarësinë institucionale. Dhe jemi këtu ku jemi sot. A mendon për shembull që me këtë lëvizjen e Ervin Stalianit mund të ketë diçka të re tek PD-ja për mirë, gjithmonë flasin për mirë. Ka fillu. Mbas një kafeje të Ervin Stalianit. Ja, për të ardhmen thënë, a mendon që mund të marrë drejtimin e PD-s ose mund të ketë diçka? Po. E mendoj që mund të ketë një ndryshim, megjithëse demokratët tani shiko, flasim realitetin, demokratët kanë një gjë që nuk harrojnë atë 8 janarin. Dhe shkruajnë një propagandë në të cilën më shumë investohet kundërshtari se sa vetë ne për ta shembur atë. Në 8 janar, brenda selisë Partisë Demokratike, ka qenë në një mbledhje kryetari Lulzim Basha me grupin parlamentar të asaj kohe. Dhe Sali Berisha, kryetari aktuali i PD-s, bashkë me antarë dhe Komisionin e Rithemelimit, vendosën të bënin një protest po atë datë. Dhe ajo protest ishte thirrur për të hyrë në shtëpi. Dyert ishin të mbyllura. Kryetari zgjodhi që të rri brenda në zyrë. Mirë po, eskaloi situata deri në çarjen e dyreve me vare, me hekur, me beton, pra u bë një lloj situate që njerëzit që ishin brenda ndiheshin realisht kërcënuar. Dhe unë të garantoj që nëse Lulzim Basha do të kishte dashur të zbriste atë ditë, apo dhe Ervin Saliani, do ta hanin të gjallë, po të dy. Do t'i shklyenin në dysh. Dhe edhe unë të kisha qenë brenda asaj selie, kur shikoja njerëz që duan të më shklyen dhe të më hanë, do vetë mbrohem. Dhe tani është përdorur ky shkopi i bejsbollit. Dhe Ervin Saliani, i vetmi rast ku mund ta kapin, është ai shkopi i bejsbollit. Dhe unë e kam përmendur. Edhe kur e kam takuar, i kam thënë, atë shkopin e bejsbollit. Dhe justifikimi, po ai tha, ore, e diti ku është kapur ajo pamje? I thash ka dytë. Jo më jo, tha, kam qenë terrasa, kam thyer xhamat, se ishin mbyllur dy dhe zgjenim Chelsea. Po ka qenë droni, tha, që na kapi aty, tha. Po të besoj, thash, po prapë te do ta përmendin si propagandë. Dhe vetëm këtu mund ta kapin një njeri, ai ka bërë burg, Ervin Saliani, për një mashtrim të Lulzim Bashës, e bëri burgun Ervin Saliani.
1 vit e ca muaj. Po, di. Po duke qenë njeri që ka fituar betejë elektorale, është një njeri që premton. Fitoi Bashkinë e Kavajës kundër Erion Veliajt, kundër shumë pushtetarëve, e gjithë pushtetit, në kohë që e humbi mandatin e barazimit për 130 vota. Në Elbasan, kur u vendos drejtues qarku, u fut qëllimisht në burg, sepse pati ndikim që ditët e para që u vendos drejtues qarku. Pra, në kohë ka marrë diku të 10.000 vota, dhe është një njeri që ka, si të themi, një perspektivë politike goxha të madhe. Narrativa që do të zgjedhë gjatë rrugës ti, do të vendos nëse do të ecë apo jo në këtë rrugë politike. Po për këta për shembull, se Lulbashën s'po e përmenim, se mendoj që nuk është se kemi ndaj përfitim. Jo se kemi për këta tjetë, po nuk ja vlen të përmendet. Po sigur Shqipëria të ishte ndër të Arlind Qorit për shembull, ose të Agron Sheaj. Domethënë më merr Arlind Qorrin, Agron Sheaj dhe Lapaj, këto domethënë, këto treshja e siç ka qenë MSN-ja ke Barcelona dikur. Do të kishim qenë pjesë e lojës globaliste që po ndodh nga shoqëria e hapur. Pa të kishim qenë njësoj si vende si Ukraina, si Italia, flasën stabilitet politike. Po. Se duke qenë se ka ndikimin e një multimiliarderi global, që është shoqëria e hapur, fondacioni Soros. Ato janë produktet e atyre. Pa gjitha partitë e vogla në Shqipëri janë produkti i fondacionit shoqërisë hapur, e kupton? Pavarësisht se ata Agron Sheaj ka dalë nga PD-ja, prap mundohet të bëj atë politikën e vet të reelsave të Instagramit, por nuk është se është politikë mirë fillt. Të jemi sinqert, mendoj siç the ti domethënë që janë produktet Sorosit, përveç Arlind Qorit, nuk e njoh personalisht. Njoh persona që janë në brendësi lëvizjes bashk, po thjesht nuk e di sepse më duket më kështu më burr, më duket më i drejt për drejt, më duket më Po mirë, tani një sekond. duket domethënë më i bardhë, se tash se vjen diskutim që gjithë politikanët gënjejnë, se me qenë të ishim në Zvicër, po puna është që është çik më serioz, është çik më i pastër. Tani çfarë mendimi ke për Arlind Qorin? Shiko, një njeri që mohon Zotin dhe e përdor atë si narrativ politike, Mos flasim. është e kot. Një njeri që thot unë besoj te shkenca dhe nuk lexoj Biblën dhe Kur'anin, po i lexoj që të gjej kritika, shumë delir. Dhe sado i thjesht apo modest të paraqitesh në popullat për t'regu se ti je i varfër, ti do ngelesh thjesht një cop deliranti, e kupton? Dhe Arlind Qori mund të jetë shumë i varfër, po është shumë ignorant përderisa nuk beson Tek Zoti, po them. Po pa diskutim. Dhe arsyeja një nga, domethënë, i djathi ka 3 shtylla. Dhe ku ndryshon nga i majti dhe marksisti. I djathi beson në Zot, beson në pronë dhe kom, dhe në familje. Këto janë 3 themelet bazë të djathit. Arlind Qori nuk i ka. Por Arlind Qori është marksist, më burr. Marksist që shkon niset për të bërë një takim një javë në Athinë, bën 4 ditë video dhe nuk nxjerr asnjë video të takimit që ka bërë në Athinë. 4 ditë video, më qa goma makinës, ngelem në rrugë, na ndihmon shqiptarët tonë. Kuptoj. Sikur po shkon po bën vlog. Po pse keq për politikan vlogger jemi ne? Erdhëm tek pjesa fundit, kjo faktikisht do të kështu pam 1-2 si në futboll domethënë, se nuk e di sa minuta shtesë. Okej, atëherë, do më zgjedhësh një emër për çdo pyetje që të zgjedh. Do të bëje bashkëpunim me Edi Ramën, Sali Berishën, Ilir Metën, po njëri nga këta 3 pa diskutim. Nuk ke kush një. Sali Berishën. Do të jepje votën Arlind Qorit apo Agron Sheajt? Agron Sheajt. Okej. Do të rrihet disa orë me Belinda Ballukun apo Elisa Spiropalin? Elisa Spiropali. Është e lezetshëm kështu. Është la prakse. Okej. Belinda ka qenë ndoshta shbredovët, prandaj vazhdo. Do të udhtoje me makinë me Belind Kolliçin apo Adriatik Lapaj? Adriatik Lapaj. Ja. Atë mersh. Wow, interesante. Do t'i kërkoje ndihmë Ervin Salianit apo Edi Ramës? Ervin Salianit. Do të darkoje me Sali Berishën apo Gjergj Kastriot Skënderbeun? Kastriot Skënderbeun. Për Zoti. Nëse do të ishe në Big Brother, kë do doje në shtëpinë më të famshme të Shqipërisë? Sali Berishën, Edi Ramën, Gjestin, Lart Vasilin apo Elisa Spiropalin? Elisa Spiropali. Do ta doje mrena? Po. Shpi, interesante. Do i besoje një sekret të madh. Kujt? Nuk po t'jap emër. Kujt do t'i besoj një sekret të madh, një politikanin, do t'i besoj diçka që nëse zbulot ky sekreti, do të bashkohet Rusia me Ukrainën, diçka që s'ndodh kurrë, domethënë, po thjesht e mora sa për shembull.
Qa pyetje ishte kjo, ha? Politikanët janë të pabesë që shumë nuk t'i besoj asnjëriu. Asnjërit, okej. Do e ftoje në fest familjare nuk ka emër, një. Fest familjar. Po, një fest familjar, një darkë familjar, ose një fej, po, ose një fejes që mund të kesh, ose ku dëgjon diçka e tillë. Ose fest krishtlindjes për afuskot. Njeri i batutës nuk e ftoj dot se ai ndroi jetë, po njeri i batutës ka qenë Fatosnano që kështu. Nuk e kam takuar, nuk e di, nuk e kam iden si është si njeri, thjesht kurreshta se si mund të ishte do ta ftoja. Kuptoj. E fundit fare dhe kemi ardhur në fund. Ekskluzive, a tenton ta marrësh në telefon personin më të famshëm që ke në kontaktet e telefonit? Nëse nuk tenton, s'është problem. Sali Berisha. Nuk e di, kë mund të kesh më të famshëm? Apo Ervin Saliani, këtë do. Nuk e di, këtë dush. Vetëm se ideja është tash për karikus iPhone-i se kam vetëm 3% në pike telefon. Po njëri nga këto të dy do t'i merren telefon tani. Po, do tentosh ta marrësh tash, jesh kështu për ekskluzive fare, domethënë. E çfarë ti them? Nuk e di. Thesh, doja të të merja a je mirë, nuk e di. Nëse nuk tenton nuk prish puna, më kupton, është thjesht. Zakonisht këta politikanët janë të zënë shumë edhe s'doja që dilja keq në kamera për të ma fik telefonin. Po kë do të merja në telefon? Sali Berisha? Sali Berishën, i ke ra kështu, i bjesh pesh telefon apo? Jo. Miq, erdhëm në fund të podcastit me Oresti Berberi, një njeri që është i angazhuar tek Partia Demokratike. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer, kurse juve që identifikoni si kuti vezësh, nuk kam ndonjë gjë për ju prapë, domethënë. Orest, kena gjë të fundit para se ta mbyllim? Një përshëndetje kutive të vezëve. Ne dini vetë. Respekte. Mirupafshim dhe do të takohemi në episodin e radhës ku ju mund të shkruani komente kë doni që të kemi të ftuar dhe do të shohim ç'a mund të bëjmë. Okej, deri atëherë mirë takofshim.